Jemi shikim live bashk, do shikoni më tepër të bukurën tek ju dhe misteret që ju keni. Mund të bëni pak pyetje për çfarë shikimi jeni specifike këtu tek kjo pjesë? Dhe faleminderit shumë për përzgjedhjen. Doja të dija pak në këtë kohë, doja të di ecurin si do më shkojnë gjërat në këtë periudhë kohe. Ecuria juaj në këtë periudhë kohe që përfshin botën tënde, familjen, ecurin e ditës, te pjesa e romancës dhe tek biznesi. Okej, dhe tek dashuria. Te ju qëndron epiqendra juaj, në vëmendja juaj në këtë pjesë kohe. Unë shikoj që ju jeni gjithmonë të përqendruar, mendoni vetëm për të njëjtin person, hulumtoni për personin e duhur që ju keni, domethënë jeni i dashur ose e keni lidhje dashurie, është në distancë personi është në distancë dhe po përqendrohet qëllimet e tij dhe tek puna e tij. Gjithsesi, ju e mendoni këtë gjë, e mendoni që nuk jeni përshtatshme ose etapa juaj në familje ose tek pjesa juaj brenda shpirtit, mendoni që nuk është e saktë përgjigjja e tij në dashuri ose jeta që ke përformuar bashkë me të në startimet e planit. Gjithsesi, unë shikoj që ju mendoni që të bëni një udhëtim bashkë me këtë person. Po udhëtimi është në dilem tek ti dhe tek personi. Imagjinata juaj ju bën që t'jeni pak në jetën aktive dhe unë shikoj që ju ka mbuluar një stres si papar në si të pjesa e shpirtit, si tek emocionet, edhe të shikoj si pa shpresë. Shpresa tek ju qëndron shumë larg personit që ju keni në mendje. Tek pjesa juaj, në këtë kohë nuk e fokusuar as tek punët dhe as tek pjesa e primares të ditës, si dhe në familje. Të shikoj dhe në familje që ka diçka që nuk shkon tek ju. Shikoj elemente të fuqishëm që kanë hyrë tek pjesa juaj me një përçarje, është një person i tretë që ndikohet tek ju, ndikohet personi nga fjalët ose nga marrëdhëniet me bashkëshortin tuaj dhe unë shikoj këtu që kjo pjesë ndërthuret me pabesim drejt jush. Po, është e vërtet kjo pjesë. Po doja të dija në fakt të pjesën për dashurinë. Dashuria tek ti, domethënë. Tek pjesa e dashurisë, tek ti është çdo gjë nuk është mirë. Etapa e juaj të dashuria është mbrapsh. Ju vuani për këtë pjesë sepse çdo gjë është kthyer si e përmbysur. Dhe ti në këtë kohë pret lajme nga personi, sepse ju keni premtuar fjalë, keni premtuar biseda, keni premtuar plane të përbashkëta dhe unë shikoj sepse ju keni premtuar tek ai person dhe një lidhje me anë të një firme, me anë të një pasurie, mund të vendosni në pasuri me atë person, mund të krijoni bashkë një diçka dhe për këtë gjë ti ke gjërat pezull. Personi që ju dashuroni në këtë pjesë kohe është pak si hutuar dhe është mërzitur nga pritja ose nga pjesa e avarësimit të punëve që ju nuk i keni arritur dot i përfundoni shumë shpejt premtimeve dhe fjalëve që ju keni premtuar bashkë me këtë person. Personi është kthyer në një jetë tjetër dhe mendon që po krijon një plan. Planin që po krijon me planin e një lidhje të sigurim të ri dhe një biznes, domethënë që këtë biznes mund ta vazhdoj vetë, sepse është i mërzitur nga pritja që ju përfshin juve. Tek ti, dashuria tek ti. Mendoni që çdo gjë tek ju do shkojë mirë, që ju mund manipuloni me fjalë të këtë person ose mund vendosni një si tip balone të bukur dashurie. Mundoni që ta përfshini prapë me biseda, të uleni, të bisedoni dhe thjesht sikur të diktoni një ditar përpara ti, të veni ndërgjegjen dhe mund të thoni shumë fjalë bindse. Po me sa shikoj, fjalët bindse nuk vlen shumë tek pjesa e dashurisë tek ju. Nuk është transparent, ashtu siç ka menduar. Transparencia tek ju, nuk e shikoj transparent dashurinë tek ti, sepse je rrëmuj, e formon veten si një formë globi. Paramendon dashurinë, domethënë të jetë shumë e thellë si glob dhe sa më shumë fjalë, sa më shumë ditare tek pjesa juaj.
Po ditari mund të ngjellet vetëm tek ti, personi nuk është futur në ditar tek ju, si te pjesa e performancës në vazhdimsi. Shikoj një ndarje midis teje, midis personit. Kjo për këtë ndarje mund bisedosh për 15 ditë, do të jetë një orar mbasdite, nga ora 5 mund të komunikosh me të person dhe komunikimi do të jetë si fatal për ju, si diçka si fjalë bomb, do të vi shumë keq, do të thotë deri këtu ishte kjo pjesë dhe ju do futeni si në pjesën e guackës të mendimeve dhe do jeni domethënë shumë të dëshpëruar kjo pjesë. Doni të dini për diçka tjetër? Po, dua të di, brenda familjes time, nuk është më jo harmoni që unë kam Aha, pas. doni të dini për harmoninë e familjes. Okej. Pjesa e biznesit Keni që dyshime ushtrohet. tek familja. Okej. Tek familja, tek ju, domethënë, çdo gjë është prefekt tek ti si person. Mundoni që çdo gjë të jetë e përzgjedhur, jeni munduar në shumë aspekte, në shumë faza, keni krijuar shumë dhe keni bërë shumë në familje. Unë shikoj një financë të mirëvajtur dhe një financa të mira që keni ju në duar. Gjithsesi ju keni shpenzuar në këtë kohë dhe akoma mendoni të shpenzoni të bëni një udhëtim. Udhëtimi domethënë e kërkoni me këmbgulje ose me insistim që do që ta bësh të udhëtimi. Po, tek familja, unë shikoj person të tretë që ndërhyn tek familja juaj dhe çdo gjë që keni si kristal, domethënë keni një llampë, si llampë fati, si llampë që ndriçon tek jeta juaj. Kjo llampë se po fiket, unë shikoj persona të tretë që kanë marrëdhënie me bashkëshortin tuaj dhe ju fusin si një kauzë e keqe, muhabeti, një kauzë e vështirë që ka ndërthurje, tradhti, pabesi dhe manipulime drejt jush. Duhet keni kujdes në këtë kohë sepse unë shikoj duhet të keni dhe vetë kujdesin dhe të jeni sigjuruar në këtë kohë që të shikoni vetveten sepse ose bashkëshortin tuaj sepse unë shikoj këtë që manipulon me një person tjetër, por fitoret e tij ndaj teje unë shikoj që do të mposhtje, do të mposhti për diçka krenarinë e tij ose për planin që ai vazhdon në mëtej. Çfarë keni diçka tjetër? Doja të dija dhe për pjesën e profesionit realisht jam avokate, po çështja kryesore që kam në dorë, do arrit fitueshmërinë time ose atë lloj procesi të arritjes punëve. Tash ju keni probleme, domethënë, ju keni domethënë çështje, jeni në pozicion pune me ligjet. Po. Jeni avokat. Okej. Tash kërkon domethënë të dish si do ecë ecëria e punës, do keni kundërshtar. Kjo çështje që kam në dorë. Okej, çështja që keni në dorë si do e keni arritjen. Tash te kjo çështje që keni në dorë, ju keni domethënë sa më shpejt doni të arrini të çështje se ka të bëjë kjo me një fitore drejt jush, çështja që ju keni në dorë dhe që keni në mendje që jeni akoma duke avancuar me këtë çështje, është çështja që ju duhet ta domethënë e kërkoni me sisi dhe duhet ta vazhdoni dhe ju po e vazhdoni njëkohësisht, po luteni Zotit që të jetë në dorën tuaj kjo çështje, se është çështje madhore dhe është fitim prurse dhe është një çështje me rëndësi, po është një person tjetër i tretë që mundohet ta shkatërrojë këtë lloj çështje, ta marrë për mbi vete, dhe shkoj tradhti brenda institucionit që ti u punon, brenda punës që ti je dhe te pjesa e ligjeve ti ke kujdes se do kesh pak. Ndoshta është kolegu që të bën këtë pabesi dhe ndërhyn që çdo çështje që të takon ta marrë për mbi vete dhe të sfidoj. Unë shikoj sfidime tek çështjet e ligjeve tek ti. Okej, faleminderit për këtë pjesë. Do të di edhe një dëshirë tjetër. Okej, çfarë dëshirë kërkoni? Dëshira qëndron se a do arri unë në suksesin e kësaj. A do keni fat, sukses të këtë pjesë. Okej, suksesi. Tash në këtë lloj forme, në këtë kohë, do të thënë ju e mendoni veten e juaj që jeni shumë në problem dhe në hall dhe keni pak frikë, keni një hije mbas shpine. Ky sukses do vi në ditën e avantsi, po duhet keni kujdes të eliminoni personin që ju keni, domethënë kundërshtar dhe kjo gjë do jetë fitore ndaj jush. Okej, do mundohem gjej mund të gjeni një zgjidhje, mund të gjeni diçka, se duhet keni në këtë kohë duhet keni pak vëmendjen tek plani që ju vazhdoni në punë, te pjesa e ligjeve. Okej. Okej.